Biznesmeni Bejgjet Pacolli ka reaguar sërish lidhur me zhvillimet për aeroportin e Vlorës, duke hedhur poshtë kategorikisht pretendimet se ai apo familjarët e tij janë nën hetim nga drejtësia shqiptare. Në një sqarim publik, Pacolli denoncoi atë që e cilësoi si një tentativë për marrjen e paligjshme të 47% të kuotave të kompanisë Mabco nga persona të caktuar. Pacolli akuzon drejt për drejt ish administratorin e Vias, Valon Luka, noteren Valbona Selimi dhe aksionerin Valon Ademi, se kanë vepruar në mënyrë mashtruese për përfitime personale, duke nënshkruar kontrata abuzive pa dieninë e Mabcos. Ai theksoi se kompania e tij është pale dëmtuar dhe se çështja aktualisht po trajtohet në rrugë civile dhe penale pranë gjykatës dhe prokurorisë së Tiranës. Sipas biznesmenit, këta persona, në bashkëpunim me gjyqtar të caktuar, kanë bllokuar në mënyrë të paligjshme punimet në aeroportin e Vlorës. Grupet që kanë kryer, si dhe ato që vazhdojnë të mbështesin këtë veprim të paligjshëm, janë të njëjtat që përmes vendimeve të disa gjyqtarëve kanë arritur të bllokojnë në mënyrë të paligjshme vijimin normal të punimeve në aeroportin e Vlorës. Para syve të organeve shtetërore, ai bëri të ditur se është duke u hartuar një raport ndërkombëtar ligjor, i cili do të dokumentojë paligjshmërinë e këtyre veprimeve dhe të sekuestrimit të aeroportit.